shtinu me burra, po t'ja mojti, am falë se Po këto grati kanë bo kaq të forta, që tashi është e kot që meren mo. Se këto ta japin energjinë e mashkullit, këto meshkujt e sotëm. Po. Edhe ne I kemi dhënë energjinë tonë, në mbo si femra. Po. Menagjeri mi doshtë në qëmi do buketat lulleve t'ja u jap grove të vërteta të firmës. Kanë sulmu atë mozën dje prap. Po, a? Qa tha? Kështu më tha moza. I thash, moza I thash, bërë shumë kujdes, I thash, se kanë me të shumë me I pik, I thash, që s'do t'maj mo, I thash. Jo, tha, vetëm jerëm kanë, do të shojnë prap. Është thjesht ajo infatuation, është një tip pëlqimi, adhurimi. Indri Dagaj. Apo diçka më tepër. Se di, tha. Do me thënë, është ta infatuation. Unë gjërën që bas edhe unë duhet të përpiqem të procesoj tani, është fakti që nisi shumë shpejt. Edhe e ndikuar edhe normalisht nga izolimi, po dhe unë u gjenda pak shumë ngushtë, se thash si ka mundësi që mua kjo që po më ndodh kaq shpejt. Edhe kur e pash që ishte e njëjta dhe nga në Indrit, unë ndaj lëshova veten komplet, se thash jam e sigurt të kjo gjëja. Edhe në momentin që unë bëhem available, të me thënë, për të, stepet. Edhe dalin në pa gjithë këto gjëra të paprocesuara. Edhe mua më duhet tani të bëj gjithë këto hapa pas prap, sepse Shiko, për mendimin tim, si shoqja, nuk ka vlen që të nesh me në këtë muhabet. Shtualisht faja ti për mënyrë se si e ka trajtuar gjithaj se plasa. Në mënyrë racionale dhe unë kur ri për shembull me veten, them nuk ka më sens logjike, sepse e shoh që po veten po rëndoj. Sepse ai ka nevojë për kohë, atë po I thoja, nuk mund koha ti mund të jetë ditë, javë, muaj, mund të jetë vite. Jo, zemër nuk do presësh ti, nuk ja vlen që ti të presësh për një gjë që ti as nuk e ke nisur. Po, ajo është, dhe ndaj është shumë e çuditshme, sepse gjëja tamam. Çuditshme se kjo është, kjo është që në fillim e gjëja tamam nuk ka nisur dhe prap, ja ma që përfshirë se s'po e kuptoj dhe vetë pse. Po je përfshirë se je izoluar o gotë. Je izoluar, këta janë njerëzit dhe vetëm që rrotullohen vetë botës tënde tani. Normalisht je përfshirë, si mos je e përfshirë këtu. Ti përfshihesh këtu me kafshët, jo më njerëzit. Je përfshirë sepse është vend shumë I vogël. Kur të dalësh jashtë, do të kuptosh që kjo gjë këtu nuk dua që të iki kjo eksperiencë. Nuk o marrë me këtë gjë, se do pendohesh. Asu nuk dua. Do pendohesh sepse ai njeri, kur të dalësh nga këtu, mund të jetë çdo gjë, po mund të jetë asgjë për ty. Edhe të dyja rastet do thash pse drishin gjithë të eksperiencë të bukur, shiko pak rrotull. Kupton? Gjithë të eksperiencë të bukur, gjithë të net që ne kërkojmë, këndojmë, edhe zjerë, varja, gjitha. Pse ti shpenzosh ti duke bërë biseda jote, kjo jote ka jo. Qa bisede më burra, bët një bised, bol tani mos bëri më biseda. Për qa, më duket se kështu, më duket se ashtu. Është shumë e qartë. Po, aje ka bërë të qartë, tani në këtë pikë është... Po kur e ka bërë të qartë, atër ti pse po e vazhdoj? Nësë po e kuptoj. Jo, nuk e vazhdova. Po e vazhdoj? Dje... S'ka gjë se po të shfryje. Dje, të thash, dje unë s'po afrohesh, mama, bëm kërcimin, që u afrohe për kërcimin, më tha, rrim të pishina, hapi si tem, edhe unë
budallaqja që po thoja, se mbase duke qëndruar këtu, ky ka reflekt. Atë ndonjë ndjesi e mora. Tek ndjenjat e atij. Ti ke ndjenjat Se e bëj tua. dot, nuk e bëj dot, edhe të dua të vazhdoj të vajem se bëj dot më. Thjesht ishte një çast. Të do. Ti, ta kam thënë edhe një herë, ti je një bos fantastike. Ti ke fuqin edhe në fizikisht po edhe mendje që të bësh çfarë të duash ti. Pse ti duhet të varesh çfarë do dikush tjetër? Jo, se bëj dot më. Se bëj dot më, se ky është problemi tek Nuk duhet. marrëdhënia e dëgjoj, fundit. Nuk duhet të bësh në takimin të tim. E pa, nëse deri tani them që është faja ti, tani e tuti, do të them që është faja jot. Sepse ti e ke të qartë, ti nuk e budallaqe. Jo. Ti e ke të qartë këtë gjë, dhe nëse ti vazhdon, edhe kur e ke të qartë, domethënë që ti do ta vazhdosh kështu. Jo. Atëherë, stop. Ndaloje. Aq ishte këtu. Nuk e pse e ndalon me thikë në sensin e komunikimit. Ti ndalon këto takimet buzë liçenit, buzë urës, buzë... Hajde bëjmë një takim buzë dhomit të make-upit. Hajde bëjmë një takim buzë pishinës. Biseda është e njëjta, por nuk ka problem ndryshon destinacion. O Sara! Ah, kë brezi i ri. O Sara! Kë brezi i ri do vdesi mua. Po ajo për çfarë ndihmon? Për trurin, shekojmë një gjak. Lerina vazhdon. Çfarë të tha Sara aty? Ti ma, pëse me dhe njëzë që unë me punë të tyre më pa. Unë kam punë të mija. Banat e mija, jo. Ama është që ke rrezikshme kjo punë asaj. Posh, cila punë? E Lerinës. Ja kam thënë 10 herë tani, edhe ka edhe gjë që nuk kam dashur që ti E di. jap zë, që ti se di, se s'ke qenë. E marr me mend. Se mundi, e di që mund bëja unë, E marr me, po ma tha kur ishim në dush, tha se këtë po ma tha kur ishim në dush, ma tha mendojnë që kanë folë për atë gjë. Edhe i thash, se ti, thash se s'isha aty, kur e keni nisë muhabetin, kam thënë da më vonë. Por ne kemi nisë këtu, s'ka lidhje fare. Edhe më thot që jo, vetëm tha ta dija, është diçka që unë duhet ta di. Qa mund t'jetë një gjë që ajo duhet ta di? Së kuptoj. Po t'ishte një gjë që duhet ta di dhe e kisha thënë. Edhe po të them që ka shumë gjë që unë nuk i kam dhënë zë. Se s'dua t'jap zë, se... Apo se me tha dhe këtë që thjeshta do më vinte keq nëse e fliste këtë gjë me Sarën, se ajo mund ta përdor. I thash e ke gabim. I thash e ke Ka shumë... pasaj për përdor edhe si ka përdor. I thash e ke shumë gabim. I thash se nuk do ta përdorte. I thash dhe se ka përdor, se Sara është nga të parat, i thash që e ka vënë re. Ishte shumë e padukshme pa. Indri mendonte se e kishte për mua. Ose për të. Ose për të. Për në fillim tha unë, edhe ishte të shumë i shokuar. E mendoj dhe tha jo. I thash për kë? Marrim një ujë. Hajde se dhe unë dua një amit. Kjo tjetra që akut gënjeshtra... Kush? Kjo. Gënjeshtra që saj e ka bërë vetë murgesh. Kjo mua dje dola nga gaj, që kisha takimi. Edhe më kishte edhe facoleta, edhe më regullova. Dëgjoj këtë nga Fakiri që thot, ja drama. është dramë në jetë reale. Ma marrë që ti? Po, se s'duhet. Me qa do me gaz? Pa gaz. Gjithmonë pa gaz.